Një zyrtar i lartë i lëvizjes islamike palestineze Hamas tha se zhvillimi i negociatave për të rënë dakord për një armpushim të ri me Izraelin nuk ka më asnjë kuptim, një ditë pasi Izraeli zbuloi planin për të pushtuar rripin e Gazës, i cili sipas një ministri në qeverinë e kryeministrit Benjamin Netanyahu do të shkatërrohet plotësisht. Synimet e deklaruara të qeverisë izraelite kanë qëllim të mposhtin Hamasin, mbastisja e të cilit në Izraelin jugor në 7 tetor 2023 u bë edhe shkaku i luftës. Operacionet hakmarrëse ushtarake izraelite në shkallë të gjerë e kanë shndërruar pjesën më të madhe të rripit të Gazës në rënoja, kanë marrë jetën e 10 mijëra njerëzve dhe kanë shkaktuar një katastrofë humanitare. Izraeli, i cili ka vënë në rreth 2.4 milion banor të enklavës, ka ndaluar hyrjet në çdo ndihmë humanitare që nga 2 marsi. Shefja e diplomacisë evropiane Kaja Kallas konsideron të pamundur që dikush në mbrojtje të situatës në rripin e Gazës. Ndihma humanitare duhet të rifillojë duke hyrë në enklav menjëherë dhe nuk duhet të politizohet kurrë, vuri në dukje ajo përmes një postimi në rrjetin social X, duke raportuar për bisedën e saj telefonike me ministrin e jashtëm izraelit Gideon Sar. Ky i fundit më parë përsëriti se Hamasi përdor ndihmë humanitare që hyn në Gaza për të furnizuar me energji makinën e tij të luftës. Kombet e Bashkuara nga ana tjetër akuzojnë Izraelin për përdorimin e ndihmës humanitare si armë në luftë, duke dërguar bomba në vend të ujit, ushqimin dhe ilaçet për popullsinë civile palestineze. Qeveria izraelite njoftoi një fushat të re ushtarake që synon pushtimin e rripit të Gazës, e cila do të përfshijë një zhvendosje masive të popullsisë së saj brenda enklavës. Gaza do të shkatërrohet plotësisht, ka thënë ministri izraelit i financave i ekstremit të djathtë Bezalel Smotrich, kur u pyet për vizionin e tij për situatën në luftë. Pas zhvendosjes në jug, popullsia e rripit të Gazës do të fillojë të largohet në numër të madh drejt vendeve të treta, shtoi ai gjatë një diskutimi për vendbanimin izraelit në Ofraz, në bregun perëndimor, një territor palestinez i pushtuar nga Izraeli që nga viti 1967. Çdo përpjekje nga Izraeli për të aneksuar territoret në rripin e Gazës do të ishte e papranueshme, ka paralajmëruar qeveria britanike. Pas 38 vitesh pushtimi, Izraeli u tërhoq në mënyrë të njëanshme nga rripi i Gazës në vitin 2005. Pasi Hamasi mori pushtetin në enklav, ai vendosi një bllokadë ajrore, detare dhe toksore për më shumë se 15 vite. Pavarësisht bllokimit absolut, Emirati i Katarit, një nga shtetet që ndërmjetëson midis Izraelit dhe Hamasit, siguroi se po vazhdon përpjekjet e tij me qëllim përfundimin e një marrëveshje të re armpushimi. Në Gaza, mbrojtja civile raportoi 31 të vdekur dhe 10 të plagosur në një bombardim të dyfisht izraelit. Natën e së martës ndaj të mërkurës kundër një shkolle që ishte ndërtuar dhe shndërruar në një stre për persona të zhvendosur brenda vendit në Burej, në pjesën qendrore të enklavës. Ushtria izraelite njoftoi se kishte në shënjestër një qendër komande dhe kontrolli të krahut ushtarak të Hamasit.